Dietarët e kanë përmendur një thënie shumë të rëndësishme. Konsideroj se është një nga thëniet më domethënëse në jetën tonë që mund ta kuptojmë nga njeriu. Dietarët kanë thënë se njeriu vlen në bazë të qëllimit që synon. Njeriu nuk vlen në bazë të asaj që posedon. Njeriu nuk vlen në bazë të asaj që zotëron. Njeriu nuk vlen në bazë të aftësive që i ka, jo. Pse këto janë mjete. Njeriu varet në bazë të qëllimit që synon. Andaj ngrite vlerën e jetës. Pozicionohu në majën më të lartë të vlerësimit personal të jetës tënde, duke synuar qëllimin më kulminant në jetën tënde, për te aspekti material, për te famave falso, artificiale, për te tërë kësaj, ngritu lartë të Zotë yt. Kërkoj kënaqësinë e Allahut xhallahu ala. Jeto për të. Është jetë sinqerisht në nuanca tjera për time. Dhe kështu duhet kuptuar jetën.